komunën tonë ka rreshjet mdoja prej mesit mes natës. Ne po provojmë me bo më të mirën, sigurisht që shumë rrugë janë të vërshume nga ujtë dhe kemi bo njoftimet, i lusëm qytetarë që aty ku kemi thonë që nuk mund të kalohet, mos të vinë me na pengu ma shumë në qofë se edhe nuk në animojnë të pak të në mos në pengojnë. Njësit e zjarëfiksve i kanë largun mbi 20 familje të cilat jenë rrezikun nga ujë. Rrezikun më të madhe kemi në këtë pikë ku po e shihni ku është edhe trafostacioni i komunës tonë që ne kemi ndalë energjinë elektrike në gjithë teritorin e komunës Drenazit dhe i premtojnë qytetarët që do të maksimalisht do të arrujmë këtë qendër, këtë trafostacion i cili është edhe jetik për qytetarët e Drenazit. Sa po të largohet ujtë, njësit e kecit janë të gatshme me elshu energjinë elektrike. Unë i falenderoj edhe shumë qytetarë cilët po në animojnë, po e shihni edhe me traktora edhe me gjipat nalt, për cilët ne nuk keni konë këtë me e bo, jenë konë shumë kjerët blokune për shkak se ju ka i ujtë, i kemi largu kamiona dhe po presum që të na vinë AME-ja nga nivelli qendror, ku pas komunikim edhe me ministrin e pushtetit lokal, i cili më ka premtu që i ka nisë njësit e AME-s, por akoma nuk kanë ardhur, besoj që do të vinë shpejt. Me rëndësi është me i pështu jetën njerëzve, edhe rëndësi ka me rujt trafostacionin qendror të Drenazit, i cili është i rëndësishëm për gjithë qytetarët e komunës tonë. Përveç të pjesës qendrës të cilat fshatra janë të rrezikuara. Ne kemi njoftu, do me thonë, përmes njoftime shumëta, kena shumë fshatra këty ku po e shihni, po Klekiri dhe Shtrubullova janë ma të rrezikume për shkak edhe të ndërtimit në nivelin e ujtë, në nivelin e lumit, po edhe për shkak të mbylljes së shumë rrjedhave atmosferike që qytetarët e pakujdesshëm i kanë mbyllë dhe besoj që aty ku vinë domet nga dora njeriut, sigurisht njësit tona, inspektorati do t'i njek edhe do të shohim t'i gjobisim ose t'i denojmë ata që kanë bot dome dhe në kodër domeve tyne kanë mësu edhe ekonomi familjare. Sa bayraktar elmeyi. Galmania, galmania. Keşinmez familya, keşinmez. Bir kat bayraklar. Тут мушку такому.